A janë të bëj dasë me fejesa I ditlinje I tu poshtë shtëpisë teme. Aty janë qasët poshtë unë. He, Mario? Qa me thalë ma joni? Ma mirë është mësë me folë për ta hiq. Janë, po mëna, ime me folë për ta që me bon. Ja, për s'kene si me bo? Hajde, edhe një. Janë do mezet vogla para si me shkute pjesa e gjesit me ektin që janë lidhë në mënyra si e kanë analizu që të pasëm. Për Jozin, s'folet mirë kush, janë zorën ftyrën. Po prapë, asë nuk bëhet fjallë, po është puna, është tonë puna sa ka bë dinamik me këtë gjë. Se sha, apo shef çfarë po bëj, me kafshëria ti bë dinamika këtë tjerë. Po garoj për finale. Është pak a shumë si Vserlo. Do të veç thjesht jo me edhe aqëran, po pa argument pra, vetëm me thonë, Vile Vserlo ka pas argumenta, po ky ka përdor vetëm fjalë pis, digjerum, jeni digjerum, pa argumentu, vetëm me fjalë të rënda. Kjo është pra Unë nuk jam dakord për një gjë, Jon. Nuk jam dakord për këtë që thua ti. Se nëse aty ndalohet me e thon fjalën kur e nin me e thon, sepse një shumë mendon ose se ka kthy gjakxhetësia. Atëherë ti je të u bë hipokrit. Dhe kur fillon e bësh hipokrit e sillesh me politese, me ke etike kështu gjanash, filloj me thona ne shi ky hipokriti që shpor fekut, që shpor fallsut. Pra, domethënë hallë kështu ashtu, për mendimin tim aty duhet me kanë thjesht një ashtu si e nin me kanë. Që njëri rezulton është I keq, tjetri rezulton I shëmtut, tjetri rezulton I bukur, tjetri rezulton simpatik, është punë tjetër. Atë nuk e bën dot me zori. Kesi nuk ishte në temë në gjë ky ajo, hajde kanë vuajtur. Jo, po në përgjithësi këtu për shembull, unë shoh këtë që është gati, domethënë është një person që ajo është gati me bë gjithçka vetëm të shkojnë në finale. Gjithçka. Thuaj diçka. Po, se duhet për punën, po me kanë produksioni aq pervers. Saq e flasin ne herë. Atë ky produksion kush e di çfarë do të kishte pas mundësi me kërku për sa. Po edhe nuk po e kërkon. Ajo është një gjendje të bëj çdo gjë. Është komplet kthen atë historia e dhimbshme tragjike e Lajetit. Si e analizon ti Mario këtë? Po, këtë jam ty të analizu. Është kafshëri me e përfol. Po. Duhet me kanë kafsh për me e përfol një gjë e tillë, pa çka se mbrëma nesh mundena me pas edhe ne të njëjtën gjë si ka ajo si mendim. Ajo është një mendim I brendshëm që bluhet, nuk ti intereson as më vërtetu as mos më vërtet. Por ama ky është në kohën, po si skora si. Edhe ky që e flet sepse ja don loja, është problem I madh edhe ky. Pa çka se jep një mesazh shumë të rëndësishëm që duhet me I pas kujdes këtë raste. Për mendimin tim, o ti kishte shënë ta kishte bërë kaos tamam fort, ose jo sa me bën sikur un tham I gjë, do jena tu kthyte linja jetës, e ka kalu shumë kështu me si pa dashje, po e them se duhet më e thon që më rrit pik. Unë mendoj që Lajerti nëse kishte dashur, ta kishte shamur tamam. Ta kishte bërë. Unë mendoj që Lajerti ka pas edhe mundësia të tjera me laku këtë temë dhe këtë defekt shoqëror. Dhe nuk e ka bë në Big Brother në prag të çerek finales. Por kjo nuk e help poshtë, domethënë, problematikën e rëndë që është ajo. Po pra, ajo është o me diskututësh gjatë gjëre me babrat, ose jo me një gjë kështu rëndë. Se duhet me kanë shumë kujdesshëm se s'du me kalu ullon të e njëjta pikë. Si kafshët që folen përpara, domethënë. Duhet me kanë shumë kujdesshëm. Nuk jam të bot një gjë. Jam të thonë tjetër gjë. Ne mundena me I pas, jam të folë sikur është I folë zani I mbrendshëm I trunit tash. Ne mundena me I pas mendimet, dyshimet se njeriu I tillë është. Por nganjëherë tilla pika nuk duhen më përfolë. Unë për njëtë nuk I thras më me emra, po I përmendi me iniciale. Se janë tipa që tilla pika I përflasin, janë tipa që janë gjeni me bë çdo gjë për me shku në finalet Big Brotherit, a kupton? Është mendje, kjo është mendje te kalumi. Pik ftyrët e rroj sikur e kam thënë vetëm një moment si miku se pa pik ftyrët pa e të videoklipja, besë sa me urrejtë si me I natë thotë ai, çfarë futboll mundën me unë me thënë, ai është këtë arsye të ushme aty. Këtë dreç. Domethënë atë këtë dreçin që e kanë
Edhe ajo ashtu, ajo, a di pse e akuzon tjetrin se ashtu ka bë për veti. Ta thash edhe herën tjetër. Ajo ashtu ka vepruar për veti. Ai ka Kristina Beçi me ndonjë ashtu, me thënë drejtën. Patjetër. Patjetër. Mandaj kjo marrë, kjo falja, unë paktën këtë lloj formatit, kjo që mundesh me bërë gjithçka, mundesh me rënë edhe mandaj me një fal, unë thash, po them falja është njerëzore këto. Vetëm këtu nuk janë këtë hipokrite për mendimin e kur ka falja duhet të bëjnë me vepra, me ta treguçit ta kam kërku falin tamam. Po jo kështu ma, si gjesti për shkak, hini gjesti. Unë ja thash po se hina thellë që po i kërkoj fal, që po tham fal. Jo më, po ka me të ke dëptu tjetrin. E ke dëmtu. Sidomos këtë lloj formatit. Kjo fala është bërë shumë ose si do të thotë, paktën minimumi, më thon një fal edhe i mbyll. Po jo më jo, asnjë s'van më valla. Çka ka thonë? Aja ka vu dyshimat pjesë. Sa do rën tjetër për mendimin tëm. Për mendimin tëm lajeti, nëse ka rën, t'ja nxjerrin produksionin atë rana, atëherë mundën na sikur ne si banor për shembull, ose banor më thon, po si mar pas rreth e ke përdor për lojë kështu, pas ka rën si më thon. Po kur sa ko ai ka thënë dhe metet te fjala e tij duhet më besu më kur thot tjetri i sekret. Edhe sikur ta ke thënë ashtu, nuk përflitet kjo ngjarje. Edhe sikur tjetë ashtu, pra kretë dyshim, nuk përflitet kjo ngjarje, është më shumë vlen trysnia e mesazhit e thjellohësh që ka me të vërtet raste të tilla nëpër shoqërinë tonë ton boca, kupton? Pra është thjesht për të kujtuar kjo gjë, duhet më u kujtuar si thonë në Itali misericordia, si thonë ata që ndihmojnë këto. Laerti gënjen dhe produksioni nuk janë zjarr. Po mirë nëse gënjen laerti. Po metet e ati, metet barrat ai. Edhe i gjë, nuk zhvillohet një sezon që çdo dy fjali ka edhe fjalën empati brenda ti jam. E vërtet. Ai kupton. E mor me vesh që këta kanë lexuar libra. Po në ato libra që kanë lexuar këto kanë autor që shkruajnë me fjalën empati shumë vazhdimisht, domethënë. Duhet ndrojnë ka herë stilin. Sepse tash nuk mundën ne me dhanë jo shiko se të mua me lindë drejta se unë të nuk është realiteti jon ky. Ne në të përditshmën tonë nuk jemi kështu. As ata nuk janë kështu. Sigurisht. Kanë humb fillin se janë në reality show. Ato duhet të tregojnë si janë në jetën e tyre të vërtetë. Nuk duhet të tregojnë si sillen në një reality show sikur të ishte një jetë e re tjetër. Po, eksakt. Nuk duhet të hëndër me piruje me luk. Eksakt. Duhet të hëndër si shon shtëpi. Ato duk Mario, ato duk i fiet pra që eglin produksionit po do të me nxjerr kesh pra, apo fillon e zbet që eglin me don finale, ajo mundësia 1-1 që ishte dhe me kutine, me gjamin më thuj më unazën. Sikur goditjet në përgjithësi janë thik me dy presa. Ose të ulin ose të çojnë. E kam fjalën që produksioni për shkak nuk mund ta nxjerrë hiç ky klip për shkak. Mos e nxjerrë eglin që e ka thënë edhe me te ai egli që është pretendent në për finale. Fakti që janë nxorën këtë, a thu është për mes vet, edhe pak shpresë që ka që njerëzit mendojnë që mund dalin në finale, nuk shumë duk si tendenca është mes be, mos be, egli doli shumë. Ndoshta është e kundërta. Egli e kundërta? Po ja, okay. Unë mendoj që edhe një pak shpresë që ishte ju doshim me nxjerr keq, aja keq është marr. Me nxjerr keqën keq. Sezon i lodhshëm. Personazhe gjysmake, mesazhe zero, mesazhet që kanë përcjell janë kosha të mëdha me meteorina dhe kauzat e gjithë secilit janë të diskutueshme. Për mos me thënë që shumica nuk kanë kauza herë si fillim, mandej ato që kanë i kanë të diskutueshme. Dhe mi gjitha se sa lirë shesin vetin të tanë, përgjithësi të tanë, dhe në një veçanti mandej e ka shkrit vetin pas të sanë, falas, e je falas. Falas, po. Falas, kërë. Kena thënë pretendimet për këtë Big Brother, pretendimet kanë shumë të ullë. Është më mirë të cilën original, cilën pra ashtu si që janë, pa maska, se nuk i kanë gjë bërë kërkujt, mandej. Kur se kështu janë edhe të uzbuluese si janë, edhe i kanë bërë tanëve.
Po, se kur merr përsipër dhe me përfatsu, si përfatson Egli për shembull, unë përfatsoj ato vajzat e moshës time që ndjej për shembull tema, unë duhet të jap mesazh mirë, kush je ti më që merr përsipër më, kush je? I lutem vajzave mos i lutem tan vajzave të asaj moshe mos ta njekin atë shembull. I lutem. I lutem. Pranej edhe orbe shon edhe Ledioni me drejt. Kush është vetvetja? Manej, atë pëlqen publiku, po. Kur je vetvetja ke formulën e ke atë formulën më të saktë për që nëse të pëlqen pak të pëlqen tamam se po ndajte me dal me baj hipokritin, me baj falsën, nuk din nga fillon nga delen nga hin manej. Ban çdo veprim manej gabum, se manej pak je vetvetja, pak me atë falsitetin, pak po bëj sigurin hasin zvitër, pak si kështu. La erdi ta jek trunin qysh se bëhet me nerva e skuqet edhe e ka nervin në kontroll. Nuk ka njeri me nerva në kontroll. A kupton? Kujti Po çesh marrë. Kujtë? Në atë lloj toni të zanit, njeriu t'i kupton edhe në fjalë e tepërt. Po, atem është nashtu bra, është i di. Kur punojnë do, mamej, këta që s'po i lejojnë kur me foli fjalë, me dash me thon për shkakun ti je me dash unë kisha si Laerti do i thosha ju për këtë diskutim jeni thjesht kafsh. Ai edhe si i vjen po e mendosha me vete. Po ta thosha unë që janë kafsh. Edhe jam aty mbrand. Çfarë do thoshte Neda Balluku? Shiko, dakord ajo është, po ti Mario nuk ke mundësi, nuk ke kursësi drejt me ofendu me fjalën kafsh, se edhe mbrojnë drejtat e kafshëve e fillon muhabeti i budalleqeve, a kupton? Budalleqe më burr. Nuk bëhet reality show duke u bë me nerva me skenar. Me skenar, po. Ose të rënë nivelin e gjestit, tu hangër me gjestit të shti, e çfarë kombinimit bashkë ata tu hangër me një vjetër, pse e qënë zonë, Ose s'pe beson pra, ne po për ja, ja. Ama unë do të përshtatem pra, më keni fut njëtën shtëpi me të, do përshtatem unë mandej se si, unë kam mënyrën time mu marrë me ato njerëz, nuk do merrem ashtu si i pëlqen produksionit, ose publikut me e pa. Nuk merrem unë me disa njerëz ashtu si që i pëlqen publikut me e pa më vëlla. Do merrem ashtu si i pëlqen mu. Mandej publikut mund të mos i pëlqen edhe nxjerr mu për zhelesh e jashtë. Shumë bukur. Po pra. Kurse këta e bajnë me kalkulim, si mund t'i pëlqen publikut që të sillen unë këtë rast, ishtu po bëj. Po ço me përçafoj atë se do dukem sigur llashi mesazh. Po çuçu e. Falë. O sa i losëm marrë që Big Brother. Edhe një. Me zi po pres me dalë me fol temat lira. Edhe me kanë super kretë, sa rrime bëjmë mohabet për çfarë nivelit domethënë. Unë mendoj pra që Egli nuk ka shanse sot me dalë. Sa është të thonin, jo. E luajnë edhe bllofin, vazhdimisht luajnë bllofin skema Big Brother. Si që duk pramin e kaluam për shembull që i bën linjën e jetës, thënë pra bllofi ishte aq shumë i lujtën bllof sa që i bën linjën e jetës kësaj. Nuk e mbyllin televotimin. Masi i bën të reklamat e mundshme që i mbyllën gojen pra. I thanë më nuk dole. Egli për kokë të mamit tha do dalbu. A di se ka bën prapi person gjesi që para se me fillu prajmi Mario, që ka thënë, pos dola unë në Eglin finale, unë prep me ato benzinat e me ato gjonat. Se kuptoj këtë forës që ka kjo mërdo, Nuk e di. Topi të regon thamë për zotin kur është puna më të gjona, o sa po virala, nuk e pëse, produksioni kur ban gjonat virale, i qëtë dhe i bëndat qeshti, po kur shqip si nështë së shtanë, së është bëhe mëllë e anë shkallojnë. Ashtë të disë atë erë, a i mund të thojnë, isha të lujtë marë, si e këtë isha të lujtë marë, se qashtë, si kam me. Ka një kartë Karagjozllekut të papama, i që të në herë të qiko se mora katë, pritë se nëzitova, e thash gabim, dakor, falë, se di se po më duke dhe nuk e qitesh. Justifikimet leta. Mirë bra, Mario, se po fillon për 10 sekonda, shofim dhe se kena një pjesën me Eglin me Gjesin, kam përshtypin. Dakor. Do him prapë ta... Dy thirrje kam unë. Subscribe kanalin tonë njën e Mario, edhe dyta, poshtë ignoranca. Ciao. Kur pa marrën.
Ciao, ciao. Zgjerm.